gjë që për cilën në këtë rast që nga ky moment akuzat e lobimit edhe me ato me cilët kanë ngritur Altin Dumani dhe Spaku për Ilir Metën, pra për ta shkëquajtur nga GSIS, nuk bëjnë gjë tjetër veç se tashmë ngarkojnë me faj kompaninë GSIS, sistemin financiar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka pranuar që në llogarinë bankare të një kompanie lobimi amerikane të paguhen para në emër të një partie politike shqiptare. Kështu që në këtë mënyrë dhe bashkangjitur, edhe këto pagesa nëse janë bërë, duhet të kenë autorizimin zyrtar nga vendimet e kryesisë së LSI-s apo edhe të individëve të caktuar që kanë qenë qoftë po themi firmosës i kontratës, apo unë që kam qenë sekretare organizative, apo nga sekretari i përgjithshëm i asaj kohe, gjë që nuk ka. Pra në këtë mënyrë, tashmë do fillojë të zbardhet edhe skema e famshme e gjyqtisë shtrigave të iniciuar nga Jurikit, e cila për fatin e saj të keq nuk e zgjidh dot me një bursë në Angli për xhelatin e saj që ka punës së bardhë. Faleminderit.